Për koalicionet e partive të reja, Nisma Thurje dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet do të dalin me një listë përbashkët, është firmosur marrëveshja e koalicionit, por detajet se si do të funksionojë ky koalicion dhe cilat janë disa nga pikat kyçe të këtij koalicioni do t'i diskutojmë tani me zotin Endri Shabani nga Nisma Thurje. Zoti Shabani, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Nisma Shqipëria Bëhet është koalicioni që ju firmosët me zotin Lapaj, me lëvizjen e tij Shqipëria Bëhet. Si do të dilni në këto zgjedhje? Ju thatë që do të dilni me listat hapura, por ligji aktual nuk e lejon që të jetë lista tërësisht e hapur. E keni gjetur zgjidhjen se si do të dilni? Ligji aktual, që për ta thënë të vërtetën është dizenjuar nga Edi Rama me Sali Berishën, pra e votuan bashkë vjet, e ka nisë që në 2008-ën, kanë ndërtuar një bunker për të mbrojtur veten e vet nga vota popullore. Dhe ju e pat edhe për primaret, pra ata kanë vendosur për rastin e PD-s, PS se kemi parë ende, po në rastin e PD-s u bën primare, por ata që do jenë në listën e mbyllur nuk janë as njerëz që u votuan në primare, as njerëz që do votojnë në ditën e zgjedhjeve. Pra do jenë njerëz që do emërohen direkt nga kryetari i partisë. E njëjta gjë me PS-n. Do jenë njerëz që emërohen direkt nga kryetari i partisë. Pra ka dy lista. Një bunker për të besuarit kanakarët e kryetarit dhe një listë tjetër ku qytetari do shkojë të votojë. Në rastin e PD-s dhe PS-s, kjo lista e hapur është loj pa top sepse duhet fitojnë një herë 12 parët, pastaj me kismet mund të krijohet mundësia për të tjerët. Në rastin e Nisma Shqipëria Bëhet e koalicionit ton, kjo listë do jetë do zbrazet. Pra janë persona të cilët nuk kanë ambicie politike, janë mbështetës si tanë, janë njerëz të cilët hynë aty me qëllimin për të tërhequr, përpara se të fillojë numërimi i votave. Për ta sqaruar për qytetarët, ata që do të jenë në krye të listës janë emra që do të jenë aty fiktivisht dhe gara e vërtetë do të zhvillohet në pjesën e hapur të listës. Pikërisht. Ata që janë në pjesën e parë do t'i japin dorëheqjen. Ata që janë tek lista e sigurt, ku votuesi nuk mund të votojë, as ti zgjedh, as ti ndërshkojë, në rastin e Nisma Shqipëria Bëhet, nuk do të garojnë në zgjedhje. Pra do jenë formalisht aty, por do të kanë shprehur vullnetin dhe gatishmërinë e tyre që të tërhiqen nga gara. Për pasojë e vetmja listë reale do të jetë lista e hapur, ku votuesi do shkojë dhe do na rendis në bazë të popularitetit. Pra do jem unë, do jetë zoti Lapaj, do jetë zoti Pano Soko, do jenë aktivistë të tjerë cilët nuk dua t'i nxjerr tani emra sepse do i shpallim javën që vjen. Personazhet të botës së artit, personazhet të botës sportit, të gazetarisë, të cilët do garojnë kush ka më shumë mbështetje, do renditet i pari, i dyti, i treti, i katërti dhe të gjithë bashk do të kontribuojmë për të rritur numrin e përfaqësimit të shtresës mesme, se unë besoj që ne përfaqësojmë shtresën e mesme në parlament, përfaqësimin e shtresës mesme në parlamentin e Shqipërisë. Se sa do hynë pastaj, se cili do të hyjë do të varet sërish nga votuesi. Ju vetë ku do të kandidoni, e keni vendosur? Padyshim në Tiranë, unë jam, do thënë, unë e dua gjithë Shqipërinë, po jam i lidhur me qytetin e Tiranës prej 7 brezash, qyse kur dihet historia e familjes tonë. Jam antar i Këshillit Bashkiak, gjithë jetën time përveç periudhës që kam shkuar të jetoj dhe studioj jashtë, kam kaluar në qytetin e Tiranës, aspiratat e mia lidhen me qytetin e Tiranës, kështu që këtu do jem. Është krijuar një traditë nga partitë e vjetra, po themi, nëse bëjmë të ndarjen të vjetra dhe të reja, që listat e kandidatëve për deputeti çojnë në orën 23:59 minuta në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe deri në atë moment askush nuk e di se kush do të jetë në listë dhe ku do të jetë dhe në çfarë vendi dhe në çfarë qyteti dhe të gjithë presin me ankth. Ju do ta ndiqni këtë traditë apo do t'i dërgoni më përpara, sepse afati përfundon në datën 12, ditën e martë, në mos gaboj. Kuptoni pse ndodh ajo. Partitë e vjetra konkurrojnë me lista të mbyllura. Pra ai ka premtuar gjithëve që do jesh i pari, i dyti, i treti, i katërti dhe e gënjen deri në momentin e fundit. Dhe pastaj ata mendojnë që janë listë ke ky bunker i sigurt dhe në fakt janë aty në fushë betejë dhe do luftojnë për këta që janë në bunker. Prandaj i mbajnë me gajrete dhe me gënjeshtra deri në 12 natës. Në rastin ton, lista është e hapur. Pra 140 kandidatët që do të garojnë e dinë që do të garojnë, kanë shprehur vullnetin të garojnë aty ku kanë më shumë popularitet, pra në Tiranë, Durrës, Korçë, Fiere, kështu me radhë, nuk ka surpriza.
Kështu që s'ka asnjë arsye për të pritur momentin e Po fundit. kur do të dorëzoni listën? Kemi parë që një tjetër parti e re, Lëvizja Bashkë, dorëzoi dje listën e kandidatëve të Kanë vet. bërë shumë mirë. Ne do ta dorëzojmë kur të jetë gati. Aktualisht kemi më shumë kandidat se çka vende tek listat e hapura, kështu që jemi duke diskutuar, sepse një pjesë e madhe e atyre që po garojnë janë aktivista. Janë njerëz se cilët duan të marrin pjesë aktivisht edhe të testojnë vetë në tyre, por edhe të shohin mbështetjen që kanë në zonat ku janë, dhe ndoshta edhe nëse nuk bëhen deputet, dhe një pjesë e madhe nuk do bëhen deputet, sepse ne garojmë me 186 kandidat, keni parasysh, duan të testojnë veten për zgjedhjet e ardhshme lokale e kështu me radhë. Kështu që po gjejmë një mënyrë dhe një formulë në mënyrë që të jemi ata që duan dhe që kanë realisht mundësi për të marrë një mbështetje të jenë në listë dhe të tjerët të garojnë në zgjedhjet e ardhshme lokale. Si keni përzgjedhur kandidatët? Kemi parë Partinë Demokratike që ka bërë primare, Partinë Socialiste ka bërë deputeti që duam, po ju si keni përzgjedhur kandidatët që do të jenë në listën tuaj për deputet? Sepse dëshira për të qenë pjesë e listës besoj nuk mjafton, ka edhe disa kritere që kandidatët tuaj duhet të plotësojnë, apo ja? Po e theksoj edhe një herë që lista është shumë e gjatë. Pra 140 vende në parlament, 186 kandidat. Pra problemi nuk është zgjedhja. Si PS-ja dhe PD-ja kanë krijuar këto artificat, si primaret apo deputetit që duam, për të fshehur renditjen. Pra gjitha buron nga legjitimimi, pra mungesa legjitimiti që ka renditja e listës mbyllur. Në rastin ton, vendimi është vetëm je apo si je në listë hapur. Kaq, pjesën tjetër renditjen e bën është alfabetike, e rendit KQZ-ja, dhe renditjen mbas zgjedhjeve do ta bëj votuesi. Ne kemi disa kritere. Kriteri i parë është që ai që do të kandidojë apo ajo që do të kandidojë të ketë një figurë të pastër morale. Pra, të jenë persona të cilët nuk kanë kryer vepra penale, nuk kanë qenë zyrtar të korruptuar apo përfolur për korrupsion, dhe të cilët kryesisht janë të rinj që duan të kontribuojnë për zhvillimin e Shqipërisë. Janë kritere minimale që duhet i kishte, besoj, çdo parti politike, fatkeqësisht nuk i kanë. Ju keni parë që na u desh një ligj për dekriminalizimin, për të nxjerrë nga parlamenti disa kriminal që i kishin fut dy partitë e mëdha, kryesisht PS-ja, po edhe PD-ja nuk ishte mbrapa me kriminalet që fusten në parlament. Kaq është filtri. Pra filtri është, a je njëri ndershëm, a je njëri që ke ardhur aty për të vjedhur Shqipërinë dhe vjen nga bota e krimit, apo je një njëri i cili do të kontribosh për Shqipërinë. Pjesën tjetër pastaj jenë në listë 140 veta, kush të ketë më shumë mbështetje do futet në parlament. E zaurojmë pjesën e listës, do të jetë kjo mënyrë.